Edhe pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit, teksa e deleguara politike për diasporën Josefina Topalli dhe përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike në KQZ Franc Nuri kanë zhvilluar një deklaratë për mediat, nga ku bëjnë thirrje KQZ-s që të veprojë menjëherë. Ata bën me dije se procesi zgjedhor për emigrantët e Greqisë po manipulohet. Topalli u shpreh se ka të dhëna që emigrantët shqiptar të Greqisë kanë marrë zarfet nga kompania postare DHL pa mjet e identifikimi, fakt që cënon procesin zgjedhor. Unë dua të shpreh një shqetësim të thellë, serioz dhe urgjent në fakt për çfarë po ndodh edhe në këtë moment, edhe dje edhe pardje, edhe 5 ditë përpara në Greqi. Vazhdojnë të vinë indicie, informacione që në ato që quhen qendra të shërbimeve postare, që zakonisht janë lokale të lojrave të fatit, njerëz të pa identifikuar, pa i kërku identifikimin e tyre, marrin jo 1, por edhe 10, edhe 20, edhe 50, edhe 100 zarfa votimit dhe i kthejnë në këto lokale, pa vendosur firmën e tyre dhe pa dorëzu shenjën e identifikimit të tyre. Nëse një vot hidhet në një lokal të lojrave të fatit dhe në të njëjtën kohë, në errësirë, pa identifikim dhe pa firmë të personit që i merr, sigurisht që kjo nuk është një vot që mund të vlerësohet. Nuk jemi thjesht në kushtet e shkeljeve ligjore, kur ky fenomen nuk është më një zonë vetëm të veçantë, por është përndar në të gjithë territorin, në gjitha lokalet e lojrave të fatit, sigurisht që kjo ka emrin manipulim të procesit zgjedhor në Greqi. Për këtë arsye Topalli dhe Nuri bën thirrje KQZ-s dhe SPAK të monitorojnë situatën në Greqi. Kujtojmë se edhe pak ditë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në datë 11 maj, kur risi këtë vit është edhe vota e diasporës, emigrantëve të cilët votojnë nga jashtë.